Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në panelin e diskutimit me temë besimi i leadershipit dhe Amerika 250 në shtëpinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Davos. Kjo ka tërhequr vëmendjen edhe në shtetin serb, ku ish bashkëpartiaku i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, Dragan Shormaz, ka reaguar. Ky i fundit është tallur në kurriz të udhëheqësit serb, duke deklaruar se askush nuk dëshiron të takojë dhe as ta ftojë Vučićin në forume ndërkombëtare. Gjersa Aleksandar Vučići po han djath me patate të nxehta dhe po i ndjek njerëzit në korridore, Kurti në Davos tashmë ka marrë pjesë në shtëpinë amerikane në panelin e parë, deklaroi kryetari i Këshillit Euroatlantik të Serbisë. Theksojmë se paneli ku mori pjesë Albin Kurti është pjesë e iniciativës së Forumit Ekonomik Botëror, Komuniteti i Besimit në Veprim, e cila synon të nxjisë reflektim në mënyrën se si udhëheqësit nga vende të ndryshme të botës mund të ndërtojnë partneritete inovative në fushat e mjedisit, ekonomisë dhe teknologjisë. Gjatë këtij diskutimi, Kurti theksoi rolin e besimit si element kyç në ndërtimin e shërbimit dhe unitetit në shoqëri dhe në funksionimin e shtetit. Besimi shërben si shtyllë e shërbimit dhe unitetit në etapa të ndryshme shoqërore dhe shtetërore, ka deklaruar Kurti, duke shtuar se optimizmi për të ardhmen buron nga angazhimi dhe aktivizimi i vazhdueshëm. Ndryshe, kjo iniciativë sipas organizatorëve synon gjithashtu të shqyrtojnë mënyrat se si liderët global mund të përshpejtojnë bashkëpunimin dhe reagimin ndaj sfidave aktuale shoqërore. Agjenda e ditës së sotme në kuadër të Forumit Ekonomik Botëror në Davos ka nisur në shtëpinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka marrë pjesë në një panel diskutimi me temën Besimi, leadershipi dhe Amerika 250. Gjatë diskutimit, kryeministri Kurti theksoi rëndësinë e besimit si një element themelor për shërbimin publik dhe unitetin shoqëror, duke vënë parë rolin e tij në etapa të ndryshme të zhvillimit shoqëror dhe shtetëror. Ai nënvizoi se besimi ndërtohet përmes angazhimit të vazhdueshëm dhe veprimit konkret, ndërsa shtoi se optimizmi për të ardhmen buron pikërisht nga përpjekjet dhe aktivizimi i pandërplerjes shoqërive demokratike, njofton zyra e kryeministrit. Paneli ku mori pjesë kryeministri Kurti është pjesë e iniciativës së Forumit Ekonomik Botëror, Komuniteti i Besimit në Veprim, e cila synon të nxjisë reflektim dhe dialog mbi rolin e liderëve në ndërtimin e partneriteteve inovative në fusha kyçe si mjedisi, ekonomia dhe teknologjia. Në kuadër të kësaj iniciative, liderë nga vende të ndryshme të botës diskutojnë mënyrat se si bashkëpunimi ndërkombëtar mund të përshpejtohet për t'u përgjigjur sfidave aktuale, shoqërore dhe globale, duke theksuar rëndësinë e leadershipit të bazuar në vlera dhe besimin të ndërsjellët. Antari i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës Arden Gashi tha se kryetari i partisë Lumira Abdigjiku e ka kryer. LDK-ja po mban një mbledhje të kryesisë para së cilës Gashi u pyet nga gazetarët si duhet të veprojë Abdigjiku. Ka vepruar, i e ka kryer, tha shkurt Gashi teksa hynte në selinë e partisë. Abdigjiku ka ofruar dorëheqjen nga pozita e kryetarit të partisë, duke thënë se kuvendi i LDK-s do të vendosë nëse do ta pranojë këtë akt të tij. Disa në partinë më të vjetër në vend kanë shprehur pakënaqësi që dorëheqja e Abdigjikut nuk ishte e parevokueshme. Në liçenin e Ujmanit, sot është shënuar festa ortodokse e Bogoja Vlenjës përmes manifestimit tradicional të notimit për Kryshin. Në këtë aktivitet, mbi 300 qytetarë serbë hodhën në ujërat e ftohta të liçenit, pavarësisht temperaturave të ulta, për të tentuar të kapin Kryshin, duke shënuar kështu një numër rekord pjesëmarrëssh. Manifestimi ka tërhequr një numër të madh të pjesëmarrësve dhe shikuesve, ndërsa gjatë organizimit janë vërejtur edhe flamuj me përmbajtje provokuese për fshirë simbole shtetërore të Federatës Ruse. Kisha ortodokse serbe ka dalë me një deklaratë publike duke bërë të ditur se për arsye sigurie dhe për shkak të kushteve të motit nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë për organizimin e kësaj ngjarjeje, ndonse manifestimi është mbajtur sipas traditës së viteve të kaluara. Të pranishëm gjatë kësaj feste kanë qenë edhe zyrtarë të policisë së Kosovës, të cilët kanë monitoruar situatën dhe janë angazhuar për mbarvajtjen e rendit dhe sigurisë publike gjatë gjithë kohës gjatjes së aktivitetit. Notimi për Kryshin në liçenin e Ujmanit organizohet tradicionalisht që nga viti 2011 dhe zhvillohet me një distancë simbolike prej 33 metrash nga bregu, distancë kjo që përfaqëson në vitet e jetës së Jezu Krishtit. Sipas traditës, pjesëmarrësi që arrin i pari te Kryshi shpërblehet duke marrë ato si simbol të besimit dhe festës së Bogoja Vlenjas.